ke shtu diçka në sale, e ke shtu komplet një rakat, e ke shtu një ruku, i ke shtu 2 sejdë, ke shtu në sale, ke bo tepër diçka. Për shembull, e ke fal drekun 5 rekate, e ke fal akshamin 4 rekate, e ke fal sabahin 3 rekate, ose i ke bo 3 sejdë. Edhe kur ke dhënë selam, je kry krejti, e ke kry sale, ke dhënë selam, tu ka kujtu që ke shtu diçka në sale, ose të ka thënë ai që ka në afërteje. Për shembull, ti e kanë këtu, fëmijët tu kanë tu fal, edhe ka fal një rekat më tepër. Qysh me vepru tash? Edhe qysh o musliman? Si të kujtohesh, si të marrësh vesh që e ke fal një rekat më tepër, ose diçka më tepër. Atëherë drejtohesh ka kibla edhe i ban 2 sejdë. Kujdes, nuk do me thonë që në njëjtin vend do të me kanë. Për shembull, ke gabu të shtëpia, tash je në xhami. Xhami tu ka kujtu. Xhami i ban 2 sejdë. Do me thonë, nuk je i obligum u kthy apet njëjtin vend, jo, ku të kujtohet, çysh kujtohet që ke bë tepër, në cilën do kohë që të kujtohet, e ke tepruar në sale, ke fal diçka tepër, kujtohet që ke fal diçka tepër në sale, atëherë kthehesh ka kibla edhe i ban 2 sejdë, sejdët e harresës. Një sejdë, Allahu Akbar, dhe thu, Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal A'la. الله أكبر رب اغفر لي رب اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله يهب سلامنا në djath edhe në majt edhe përfundan është jashtëzakonisht e lehtë. Kur të kujtohet, ke shtu diçka në sale, drejtohesh ka kibla, i ban këtu 2 sejdë, jep selam. Është shumë e thjeshtë. Është më e lehta që mundesh me majt me ankja. Puni njerëz jem, gjithë ka bojmë. Elusim Allahun azza wa jalla na lehtësoj.